Pas investimeve kapitale në Kroaci, ushtrinë toksore dhe forcat ajrore, ishte radha e marinës. Në janar të këtij viti, gjatë dorëzimit të anijeve të reja brendetare fizike të marina kroate, zëvendës kryeministri i Republikës së Kroacisë dhe ministri i mbrojtjes, Ivan Anušić, njofton një modernizim të madh të marinës kroate kryesisht me anije shumë funksionale të tipit korvet, raporton portali Mërgata. Ministri Anušić tha se procedurat e prokurimit të një anije luftarake shumë funksionale të klasit korvet janë duke u zhvilluar, duke hyrë kështu në një fazë të re të transformimit të forcave detare. Projekti së shpejti do të prezantohet publikisht dhe qëllimi është marina kroate të ketë një anije moderne shumë funksionale të aftë për një gamë të gjerë operacionesh, si pjesë e një strategjie kombëtare të sigurisë dhe mbrojtjes në të ardhmen e parashikueshme. Mund të thuhet se marina kroate është lënë pas dore, padrejtësisht vitet e fundit, megjithatë rrethanat e reja gjeopolitike në Europë dhe bota kanë sjellë megjithatë një hap përpara në mendimin vendas dhe kanë nxirur investime të orientuara strategjikisht në forcimin e saj. Baza kryesore e marinës kroate aktualisht përbëhet nga 5 anije luftarake raketore të klasit King dhe Helsinki dhe anije patrullimi jugoslave klasi Peaceful dhe prodhimit vendas klasi Liter nga Brodus Pjet vendas. Këtu duhet shtohet një numër anijesh ndihmë ose më të vogla që shërbejnë për patrullime dhe ndosje minash dhe trajnim e marinarëve. Nga viti 1990 deri më sot, Kroacia nuk kishte anije të klasit më të fuqishëm se sa anijet luftarake raketore në përbërjen e saj. Vetëm gjatë periudhës së Jugosllavisë në marinën e atëhershme jugoslave, ajo kishte anije më të forta dhe këto ishin shkatruesi i klasit Split, fregata e klasit Koni dhe Kotor dhe flota e nëndetësve, një degë marinës që për fat të keq u mbyll gjatë Kroacisë. Korvetat, si një kategori më e lartë e kantireve detare se sa anijet raketore dhe patrullat, por nga përkufizimi i përkasin anijeve luftarake, me shpejtësi të lartë shumë funksionale, qëllimi të cilave është kryesisht mbrojtja brendetare, zbulimi, mbrojtja e kombojeve ose aktiviteti antinëndetëse. Ato kanë një dezemplan midis 500 dhe 3000 tonëve dhe mund të operojnë si në ujërat brendetare ashtu edhe në det hapur. Gjatësia e korvetës varion nga 50 deri në 120 metra dhe ekuipazhi ka midis 50 dhe 100 antarëve, varësisht nga klasa dhe pajisjet. Armat e tyre tipike përfshijnë raketa kundër anije, për shembull RBS-15, Exocet dhe Harpoon, sisteme raketash kundërajrore me rreze të shkurtër ose të mesme, armë artillerie me kalibër të mesëm, topa automatik dhe mitrajlozë të rëndë për mbrojtjen nga afër, si dhe tuba torpedo për të luftuar nëndetësit. Disa klasa korvetash kanë mundësinë e akomodimit dhe operacioneve me një helikopter, gjë që rrit më tej fleksibilitetin e tyre operacional dhe gjithashtu mund të kenë një dizajn të fshehtë për të zvogëluar reflektimin e radarit. Falë lëvizmërisht së tyre, dizajni modular dhe kostove më të ulta të ndërtimit dhe mirëmbajtjes, korvetat janë bërë një zgjidhje popullore e marinave të vogla dhe të mesme. Siç është edhe ajo kroate, disa nga shembujt e korvetave moderne në botë përfshin korvetën gjermane të klasës K113, Braunschweig, korvetat franceze Go-Wing 2500, ato izraelite With R-6, ato ruse Gremlish, suedeze Visby apo korveta turke të klasës Sada. Korveta është lloji më i madh i anijes luftarake përshtatur për të operuar në det të ngushtë si ai i Kroacisë dhe në teori duhet të jetë kandidatja e përshtatshme për anijet kryesore të ardhshme të marinës kroate. Zyrtarisht ende nuk ka një model të përcaktuar anije që do të ndërtohet dhe as nuk është zgjitur një ndërtues anijesh, por skicat e prokurimit anijeve mund të lexohen nga paraqitja e zyrtarit. Është planifikuar të prokurohet 2 deri në 3 korveta dhe e para prej tyre do të ndërtohet dhe do të dorëzohet në vitin 2029, maksimumi në vitin 2030. Do të ishte një korvet shumë funksionale, një anije me një gamë të plot aftësish për të kryer një operacion të vetëm në det me fokus në aktivitetin kundër anijeve, kundër ajrore dhe kundër nëndetësve. Ky është një element i rëndësishëm, sepse përkufizimi përfundimtar i klasës dhe modelit të një anije, në këtë rast një anije kryesore përcakton gjithashtu pozicionin e marinës dhe Kroacisë si forcë detare. Pra, kjo përcakton nëse më në fund du të shkojnë drejt një marine dhe flote të vërtet luftarake, apo do të mbetemi në nivelin e një rohe brenditare të forcuar.
Nëse një plan strategjik për një korvet shumë funksionale është miratuar në nivelin e forcave ajrore të përgjithshme, me theks në shëllime luftarake, atëherë po shkon në drejtimin e duhur të zhvillimit afatgjatë të anijes dhe marinës. Ky shumë funksionalitet që duhet të shmanget është një kombinim ose kompromis midis anijeve patrulluese brendetare dhe korvetave. Me fjalë të tjera, Kroacia HRMV si produkt përfundimtar nuk du të mefte korveta të vërteta, por anije patrulluese më të armatosura, gjë që është përsëri në fillim të historisë. Një komponent thelbësor i korvetave të ardhshme është armatimi i tyre. Çështja është se sot nuk mjafton të kesh vetëm raketa dhe topa kundër anijeve për të udhëhequr betejat moderne detare. Glishia për shembull, pas gati 3 vitesh kërkimi për korveta të reja, përfundimisht u shidor nga i gjithë programi sepse arritje në përfundimin se anijet e ofruara që arritën në finale nuk ishin mjaftueshëm të pajisura me kërcënimet e sotme. Anijet franceze u pakënaqën nga shumë pak lëshues vertikal për sistemet kundërajrore dhe mungesa e një sonari në trupin e anijes nga ana italianëve për të zbuluar në ndecet. Për çfarë do t'i përdorim? Anijet në rangun e korvetave i përkasin klasës së mesme më të vogël dhe në të kaluarën madhësia atyre nuk i lejonte ato të ishin anije të vërteta shumë funksionale, kështu që ato ishin të dedikuara në mënyrë strikte, anti-nëndetse, anti-ajrore ose anti-anije. Sot, megjithatë, ato kërkojnë gjithashtu të kenë të njëjtën kohë jo vetëm sisteme për të luftuar anijet nëndetse dhe avionët, por edhe sisteme për të luftuar sulmet masive të dronëve, anijeve të papuna dhe zhytësve, anti-anijeve, raketave lëndruese dhe balistike dhe çfarë sistemesh të improvizuara që dalin nga punishtet e lëvizjeve të ndryshme terroriste ose rebele. Anijet tona të ardhshme shumë funksionale përveç mbrojtjes së sovranitetit të Republikës së Kroacisë, me siguri do të përdoren në misione ndërkombëtare ose ushtrime ndërkombëtare të udhëhequra me OKB-ja, BE-ja ose NATO. Në këtë role, HRMV deri më tani ka dërguar anijet e saj, anije raketore që me sistemet e tyre nga e kaluara, sigurisht që nuk mund të përshtateshin lehtë me anijet e tjera të pajisura në mënyrë moderne. Ka pak shanse që anijet tona të përdoren në konflikte të vërteta luftarake, le të përjashtojmë marinat fqinje këtu, përveç ndoshta me piratët. Ata do të jenë më të përfshirë në misione mbikëqyrje, ose në ndihmë në fatkeqësinë natyrore ose mjedisore, ose në shpëtimin e refugjatëve në det. Është e vështirë të pritet që ato të kenë veprime të drejtpërdrejta luftarake në kohë lufte kundër për shembull flotës luftarake ruse në Mesde, për shanset që do të kishin të mos flisnin, ose nëse fqinjet më të mëdhenj, për shembull Italia, kthehet kundër nesh, por gjithmonë duhet të jenë gati për çdo skenar. Kush do t'i ndërtonte ato? Ndërtimi i anijeve do të lëvizte në një binar të dyfisht. Nga njëra anë ekziston ideja e besimit të punës në kantirin detar vendas dhe këtu përmendëm Tremaj dhe Brodosplit me kantirin e tyre të ndërtimit të objekteve speciale. Brodospliti tashmë ka projektin e vet të korvetës shumë funksionale kroate BIS 91 e trajnuar në operacione kundërajrore, kundër anijeve dhe kundër nëndetësve. Për të mësuar nga përvoja e bashkëpunimit të mëparshëm me Brodosplitin, sigurisht që të gjithë duan të shmangin përsëritjen e sagës me anijet patrulluese brendetare të klasës OMS. Më parë në një deklarat për HRT, vetë Komodori tha se kishte dyshime të caktuara nëse kantiret tona të ndërtimit ishin të afta të ndërtonin një anije kaq të sofistikuar se gjithmonë kishte mundësi në negociata dhe kontraktim me ofruesin vendas për të bërë një pjesë të punës në një kantier detar të RLH-s.